Mirëmbrëma dhe mirë se vini në edicionin qendror të lajmeve këtu në ABC News. Pas 5 ditësh tmerri dhe përmbytjesh, më në fund Shqipëria merr frymë, Vjosa kthehet në shtratin e saj. Gjithashtu, në fshatin Bishan të Vlorës uji është tërhequr nga banesat, ndërsa në disa prej tyre mbetet vetëm në oboret e jashtme. Ka ende ujë në nënkalimin në hyrje të fshatit, por megjithatë rruga kalohet me mjete të vogla. Pas ditëve problematike të krijuara nga dalja e shtratit në Lumi Vjos në njësinë administrative të Novoselës, situata sot paraqitet me qetë. Niveli i lumit Vjos ka arritur në 5.5 metra, ndërkohë që ende problematike mbetet zona e Bishanit, si më e goditura nga dalja e shtratit e Lumit Vjos. Sipas informacioneve më të fundit nga terreni, uji është tërhequr nga banesat në fshatin Bishan, duke lehtësuar situatën për banorët e zonës. Megjithatë, në disa banesa dhe hapësirat përreth tyre ende ka prezencë të ujit, kryesisht në oborre dhe toka përreth, çka vjon të krijojë vështirësi për banorët. Problem mbetet edhe nën kalimi i Bishanit, ku ka ende ujë të grumbulluar, por pavarësisht kësaj, rruga është e kalueshme dhe qarkullimi i automjeteve nuk është ndërprerë. Banorët shprehen se situata është përmirësuar krahasuar me ditët e mëparshme, por tashmë janë në pritje të procesit të evidentimit të dëmeve, veçanërisht në tokat bujqësore, që janë përmbytur për disa ditë me radhë. Sipas tyre, sipërfaqet konsiderueshme toke janë dëmtuar, duke rrezikuar prodhimin bujqësor dhe të ardhurat e familjeve të zonës. Kemi mbjellë elbe, grure. Janë prishur fare? Janë prishur, patjetër, janë në ujë. Kur pritet për llogaritjen e dëmet? Po tani kur të vinë ata të komisionet bjeri ujë që të vlerësohet. Ai do dali tani ta shikoj, po prap tani nuk futesh dot. Sot situata si është më e qetë? Tash është më e qetë, sot ka qenë më e qetë. Dje ka qenë ujë dynjaja siç e keni parë dhe vetë dje juve. Unë atë ka shpinë aty, më ata. Ai ishte mbushur dje kështu, nuk kalohet dot as me Ndërkohë rruga kalohet apo jo? Tani kalohet. Banor vazhdojnë të mbetin të mbujuar, edhe mos kalojnë nga Kaloj kështu si puna ime, nuk kaloj kështu me vështirësi. Ulaga më shkau goma aty. Po në rreth banesave keni në ujë? Po ka tek këtu ka. Dihet të bllokuar sot si më ndryshe më mirë. Lumi u tërhoq. Ndërkohë, autoritetet vendore pritet të vijojnë monitorimin e situatës dhe të nisin verifikimet në terren për të vlerësuar dëmet e shkaktuara, si dhe për të marrë masat e nevojshme në ndihmë të banorëve të prekur. Edhe fshatrat e Durrësit, të përmbytura pas daljes së Erzenit nga shtrati, po fillojnë të çlirohen nga uji. Në Katun të Ri, në Sukt dhe në Jub, shtëpitë dhe oborret po thahen, ndërsa në Ishkënet shtëpitë ende janë të rrethuara nga uji dhe banorët kërkojnë ndihmë. Lumi Erzen është rikthyer në shtratin e tij dhe pak nga pak ujë po tërhiqet nga zonat e përmbytura në njësinë administrative Sukt dhe Katun të Ri. Situata duket drejt përmirësimit, por dita për t'u kthyer jetës së përditshme normale banorëve të prekur nga përmbytjet i duket e largët. Tërheqja e ujit në zonën e Suktit dhe të Katunit të Ri ka lënë vendin mbetjeve dhe baltës. Banesat përmbytura me prani të ujit ka vetëm në zonën e Ishkënetës, në Durrës, ku 10 shtëpi e objekte janë ende nën pushtetin e përmbytjeve. Edhe kur kanë kaluar disa ditë nga përmbytja, në disa zona të qytetit të Durrësit, situata vjen të mbetet problematike. Në zonën e Ishkënetës vazhdon të ketë prani të ujit, megjithëse forcat të shumta të ushtrisë, të bashkisë, të repartit zjarpikës, nga shtapi i emergjencave po punojnë me intensitet lartë. Situata vazhdon të jetë e rëndë për disa familje këtu në zonën e Ishkënetës. Banorët e Ishkënetës kanë nevojë për ndihmën e autoriteteve për largimin e ujit nga shtëpitë dhe oborret e tyre. As kam mujt me nxjerr asgjë. Ishte gjithçka shumë e shpejt? Shumë e shpejt ka ardhur furi shumë ujë. Dhe me kolesale tash pas funti kam pa ble lavatrishën edhe frigorifer 1.800.000 lekë. Kanë dalë jashtë përdorimit? Kanë dalë jashtë shpërdorimit. Me shumë vështirësi, me fëmijë nga kemi dalë prej. Ja sot kam kthye. Ku tërheq. As nuk banohet edhe një muaj nuk banohet. Unë kam qëndruar ke njerëzimi. A ka ardhur njëri për të dhënë ndihmë? Jo, fare. Ishkënat kanë pyet sa do të dje, edhe këtu më na sperojmë, po tash të firmën si shihni ti ta di se mos thon se na vëti. Kjo është e keqja. Se nëse kur tha ujë, jo, thotë nuk ka qenë ujë këtu. Nga të dhënat e deri tanishme, përmbytja përfshiu të paktën 4.000 banesa dhe objekte, ndërsa janë evakuuar mbi 850 banor, sepse shtëpitë e tyre ishin bërë të pabanueshme. Aktualisht po punohet edhe për vlerësimin e dëmeve.
Në fshatin Adriatik të Kurbinit, që ishte ndër më të goditurit nga përmbytjet e këtyre ditëve, niveli i ujit po bie pas riparimit të çarjes së argjinaturës së Drojës. Në banesat e këtij fshati, uji kishte hyrë furishëm, duke shkaktuar dëme të rënda. Uji ka nisur të tërhiqet nga fshati Adriatik i Kurbinit. Situata po shkon drejt stabilizimit, sidomos pas izolimit të argjinaturës së lumit Droj ditën e djeshme, ndërkohë që hidrovorët po punojnë me kapacitet të plot, duke bërë që niveli i ujit të ulet me 30 deri në 40 cm. Gjert Çuli, ish specialist i pompave të hidrovoreve në Adriatik, thotë se rreshje me kaq intensitet janë të rralla në Kurbin. Ka ra mbi 200 mm rreshje, që mund ta quaj konsideroj fatkeqësi natyrore. Dhe këto rreshje afërsisht janë në këtë sipërfaqe që mbulon hidrovori rreth mbi 14 milion metër kub ujë. Hidrovori me kapacitet plot përballon rreth 2.5 milion metër kub ujë në 24 orë. Pjetër Preni, kryeplaku i fshatit Adriatik, thekson se së shpejti do të nisë edhe vlerësimi i dëmeve si në tokë bujqësore, po ashtu edhe në bagti. Jo, familjet e bukurës kemi, për arsye se nuk ka pasur ujti deri më të mas sa mos ashut, por dame ka, dame bazë ushqimore për blegërinë, bazë ushqimore për miell e këto të tjera, miellurat janë të dëmtume. Presim momentin për të na pru bazën ushqimore me oqu familjeve, që ato nimat, pastaj për probleme tjera që kanë janë gjaje probleme kështu, është një komision tjetër që do vjetë bëjë vlerësimin për i kafsh, zët, gjalla, pula, këto që janë dëmtu. Gjatë kësaj jave, si rezultat i rreshjeve të dendura, disa fshatra në Kurbin u përmbytën, banesat u rrethuan nga uji, duke krijuar situatë vështirë për banorët. Ikën mbretëria e ujit, po kthehet perandoria e Baltës. Situata mbetet e vështirë në Feras të Fierit, ku banesat e përmbytura po triqet uji duke i lënë vendin Baltës. Ekipet zjarfikse po ndihmojnë banorët për pastrimin e shtëpive. Ata tregojnë për ferin e ditëve në ujë dhe për një përmbytje që nuk e kishin parë kur më parë. Furia e Vjosës 2 ditë më parë ka lënë pas shkatrim. Thas me rërë në oborret e shtëpive, inerte në anë të rrugëve dhe banorë që përpiqen të bëjnë sërish të banueshme shtëpitë e tyre. 2 ditë pas vërshimit të lumit Vjosa, banorët e Ferrasit ende nuk janë rikthyer normalitetit. Shumë prej tyre janë duke sistemuar dhe pastruar oborret e shtëpive nga balta, por ka edhe një kategori tjetër që nuk mund të bëjë asgjë pa ndihmën e të tjerëve. Janë të moshuarit që jetojnë vetëm dhe që praktikisht nuk kanë akses në banesat e tyre. Në një nga rrugët e Ferrasit, Pëllum Tetenaj, 84 vjeç, një ish zëtoris qëndroni vetëm në të ftohtë në hyrje të banesës së tij. Pres nipin që të visi. Më laj kuzhinën. Dhe s'ka për ku të pre... Je vetëm në shtëpi? Vetëm. Si kalove natën e përmbytjeve? I që bajë të kunati në poja, mbrëmi që më qote nipi. Sa vjeç je? 83. Qa pyet më që vegjaj. Leta në makinë, leta në për njerë më lutën, se leja do të shpinë vetëm. Ti nuk u largove natën e përmbytjeve nga shtëpia? Ku të beja? Për te shkatrimit të rendive dhe pajisjeve, përmbytje 8 janarit ka lënë pas edhe tronditje të thella psikologjike. Flora Sokejmani rrëfen të merin që përjetoj me bashkëshortin invalid, teksa në pak minuta u i vërshoj brenda shtëpisë. Nuk kishte kohë as të merrte celularin, ndaj kërkoi ndihmë duke fikur e ndezur një elektrik dore. Asnjë gjë, unë nuk ngri ato tim shoqje. Ngri ato të ut perru, sa shoh zoti mas. S'kish bërë maki kështu. Vajta pasaj ata ikën aty edhe mora projektori pasaj u bëra atyre policave. U bëra sinjal, erdhen ata të shkretën. Të zojnë, tha ma qa kësi e kjanë, të shumë, këtu kam burrin, të shumë. E kam shumë burri, të shumë, nuk lëvis.
Pajisjet dhe orendit shtëpiake janë dëmtuar tërësisht në banesat njëkatëshe. Pjesa më e madhe e tyre janë blerë të reja, pas përmbytjes së fundit të vitit 2017. Këtu, kur dola unë këtu ishte. Do të thotë afërsisht 70 po, një mes. Çfarë është dëmtuar konkretisht në shtëpinë tënde? Kuzhina. E gjithë. E gjithë. Pajisje? Lavatrice. Këta divanet këte një sop druri. Sop korendi. Në teren ndodhen automjete dhe efektiv zjarfikës për pastrimin e baltës nga banesat e përmbytura. Në Ferraz gjatë vërshimeve të Vjosës u përmbytën 75 banesa, disa banesat e tjera u përmbytën në Çerven dhe Kashisht. Në Romës të Mallakastrës u evakuua një familje pas daljes së Vjosës nga shtrati. Gjithsej në këtë përmbytje nga Vjosa u evakuuan 7 familje, pjesa më e madhe në Ferraz. Dëmet nga përmbytjet po inventarizohen nga komisionet e verifikimit. Bilanci paraprak i përmbytjeve flet për mbi 700 hektar tokë bujqësore në ujë dhe afërsisht 100 shtëpi të përmbytura në Ferraz, Çerven, Kashisht, Ad dhe Romës. Prurjet e rëmbyeshme të lumenjve Fani Vogël dhe Zmeja në Mirdit kanë ngryer tokën duke rrezikuar infrastrukturën. Fani Vogël ka marrë sipërfaqe të konsiderueshme toke bujqësore, ndërsa paraqet rrezik edhe për linjën elektrike, duke ju afruar ndjeshëm rrugës. Ndërsa lumi Zmeja rrezikon furnizimin me ujë të qytetit. Bashkia kërkon mbështetjen e emergjencave civile për të frenuar përkeqësimin e mëtejshëm të situatës. Prurjet e rëmbyeshme të lumenjeve Fani Vogël dhe Zmeja në Mirdit kanë shkaktuar probleme të shumta ditët e fundit, duke sjellë gërryerje të tokës dhe rrezik për infrastrukturën. Lumi Fani Vogël ka marrë sipërfaqe të konsiderueshme tokë bujqësore, ndërsa paraqet rrezik edhe për linjën elektrike, duke ju afruar ndjeshëm rrugës. Ndërkohë nga ana tjetër lumi Zmeja rrezikon furnizimin me ujë të qytetit, pasi tubi ujësjellësit ka mbetur i varur në ajër në mes të shtratit të lumit, si pasojë e gërryerjes. Sipas kryebashkiakut të Mirditës Albert Melyshi, situata është e rëndë dhe kërkon mbështetjen e emergjencave civile për të frenuar përkeqësimin e mëtejshëm të saj. Dje kemi ndërhyrë me lëvizjen bashkëpunim me OSHE-n, lëvizjen e shtyllave elektrike, sepse ishte ndërprerje linja elektrike dhe njëkohësisht ishte komplet zona pa energji elektrike, por edhe shtyllat ishin brenda pjesës së lumit. Po i afrohet rrugës kryesore që lidh pastaj lagjen me rrëshenin, me qytetin. Kjo është alarmante. Lumi Fani Vogël devijoi rrjedhën dhe 2 ditë më parë dëmtoi linjën elektrike, e cila më pas u zëvendësua nga OSHE. Ky fenomen po përsëritet vazhdimisht në të dy këta lumenj, sa herë që prurjet bëhen të mëdha. Një makinë ran në një prua në fshatin Dars të Klosit mëngjesin e sotëm, drejtuesi i mjetit është larguar nga vendngjarja duke mos i dhënë ndihmë pasagjerit. 24 vjeçari Andi Losha që drejtonte automjetin u arrestua nga policia dhe rezultoi në gjendje të dheur, ndërsa pasagjeri është marrë nga rrjedha e lumit dhe polumbarët e Reneas po punojnë për gjetjen e trupit të tij. Një makinë ka rënë në përrojën e fshatit Dars të Klosit gjatë orëve të para të mëngjesit të së shtunës. Sipas policisë në automjetin tip Audi po udhëtonin 2 të rinjt. Drejtuesi 24 vjeçar Andi Losha ka arritur të dalë nga makina dhe ka shpëtuar, ndërsa 30 vjeçari Jurgen Karaj dyshohet se ka marrë rrjedhë e përrojt. Policia arrestoi 24 vjeçarin Losha pasi u largua nga vendngjarja dhe nuk i dha ndihmë pasagjerit të tij 30 vjeçar. Pas arrestimit 24 vjeçari u nënshtrua testit të alkoolit, nga i cili rezultoi se drejtonte mjetin në gjendje të dehur. Shërbimet e policisë dhe polumbarët e Reneas vijojnë kërkimet për gjetjen e 30 vjeçarit, i cili dyshohet se ka marrë rrjedhë e ujit. Sa i takon shkakut të aksidentit, dyshohet të jetë shpejtësia tej normave të lejuara, e favorizuar edhe nga kushtet e këqija të motit. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë për veprime të mëtejshme. Si pasojë e kushteve të përkeqësuara atmosferike në segmentin rrugor Bog Qafthor Theth, për shkak të rrezikut nga urtekët e të Borës, nuk do të lejohet qarkullimi i automjeteve gjatë natës. Rreziku i lëvizjeve të mjeteve në këtë rrugë është i lartë, edhe për shkak të kufizimit të fushpamjes. Ky segment rrugor do të mbahet i bllokuar deri në mëngjes. Kalimi i automjeteve do të lejohet vetëm në raste emergjence dhe vetëm
në shoqërim nga mjetet borpastruese dhe shërbimet policore. Në disa akse rrugore të vendit ka shkarje gurësh dhe dherash në rrugë për shkak të shirave të rrëmbyeshëm. Rrugët me probleme janë në shumë zona të vendit nga veriu në jug. Ekipet e ARSH-s janë në teren dhe punojnë në vazhdimsi për pastrimin e rrugëve dhe mbajtjen e tyre të hapura. Rreshjet e shiut që kanë përfshirë vendin kanë shkaktuar një sër vështirësish në qarkullim. Autoriteti rrugor shqiptar thekson se problematika më të shumta ka pasur si pasojë rënies së gurëve dhe të inerteve në trup të rrugës. Në aksin nacional Pogradec-Qafthan pranë zonës së Gurit të Kuq, situata paraqitet problematike pasi si pasojë e rreshjeve të dendura, uji dhe aluvionet kanë dalë mbi rrugë duke vështirësuar qarkullimin e mjeteve, i cili aktualisht kryhet vetëm me një korsi. Akset që kanë pasur më shumë probleme rezultojnë Qafdushk-Sevaster në Vlorë, kilometri 10 dhe 11, ku qarkullimi po realizohet me një korsi për shkak të ngushtimit të rrugës. Në segmentin Valare-Rind-Çajup, kilometri 7 raportohet për rrëshqitje aktive, e cila ka shkaktuar bllokim të aksit në këtë vend, ndërsa po punohet për hapjen. Autoriteti rrugor shqiptar njofton se edhe në juglindje, konkretisht në Korçë-Dardh, kilometri 9, ka pasur shkarje anësore të trupit të rrugës, ndërsa situata po monitorohet, po ashtu edhe në Librazh-Qafthan ka pasur rrëshqitje dherash, ndërsa pastrimi është në proces. Rreshjet e shiut kanë krijuar vështirësi edhe në zonën e jugut, konkretisht në segmentin tërmet Treurat, në vendin e njohur si ura e Petranit, ku rezulton shkarje masive dhe zgjerimi çarjes me rreth 10 cm. Ndërkohë, në vendin e quajtur Shkalla e Zezë në Gjirokastër, rruga është bërë një kalimshe dhe kërkohet vëmendje shtuar për drejtuesit e mjeteve. Rreshjet e Borës ndërkohë kanë përfshirë zonën veriore në lartësitë mbi 1100 metra, konkretisht në akset Bog-Theth, Hani-Hotit Vermosh, Surrel, Qafprisk, Qafmoll, Elbasan Gjinar, Ib, Krab, Elbasan, si dhe Qafmali Fjerz, ndërsa në Llogara raportohet për mjegull të dendur. Kontraktorët me mjete dhe punëtor janë në terren pa ndërprerje për të bërë pastrimin e akseve rrugore. Autoriteti rrugor shqiptar i bën thirrje drejtuesve të mjeteve që të kenë kujdes të shtuar gjatë drejtimit të mjetit dhe të reduktojnë shpejtësinë për shkak të lagështisë në rrugë, të pajisen me goma dimërore dhe zinxhir nëse udhëtojnë për në zonat malore me prezencë bore e ngrice. Rënja e prurjeve në kaskadën e Drinit ka ulur edhe sasinë e ujit që shkarkohet nga hidrocentralet e Drinit dhe vaut të Dejës. Sipas të dhënave më të fundit, shkarkimet janë përgjysmuar, ndërsa është dyfishuar prodhimi i energjisë elektrike. Shkarkimet e ujit nga hidrocentrali Komanit janë përgjysmuar duke mos përbërë asnjë rrezik për përmbytje në zonën e Nën Shkodrës. Korporata Elektroenergjitike Shqiptare raporton se ulja e temperaturave dhe nisja e borës ka stabilizuar prurjet në kaskadën e Drinit. Shkarkimet nga hidrocentrali Komanit aktualisht janë vetëm 300 m3 në sekond, nga 700 që ishin më herët, ndërsa në vaun e Dejës vijojnë që të jenë 700 m3 në sekond, por impakti mbetet minimal për përmbytje. Përmirësimi i situatës ka ardhur pas uljes së prurjeve nga lumenjt në 1200 m3 në sekond. Ndërkohë niveli i ujit në liçenin e Fjerzës ka arritur në mbi 290 metra, nga rreth 296 që është pika maksimale, por për të përmbytjeve rreshjet e shiut kanë përmirësuar ndjeshëm situatën energjitike në vend dhe në liçenin e Fjerzës niveli i ujit është arritur me gati 10 metra vetëm në ditët e fundit. Në hidrocentralin e Komanit niveli i ujit rezultoi 172 metra, ndërsa në vaun e Dejës 74.5 metra, duke pësuar një ulje të lehtë. Sipas të dhënave të Korporatës Elektroenergjitike Shqiptare, përmirësimi i kuotave në kaskadën e Drinit është një element pozitiv për rritjen e prodhimit ditor të energjisë elektrike, i cili rezulton se është dyfishuar duke arritur në 24.000 megavator, si një mënyrë e mirë për të shfrytëzuar prurjet e larta ujore në kaskadë. Nisur nga prodhimi i lartë, KESH ka realizuar një tjetër procedurë për shitje energjie për periudhën 12 deri në 18 janar. Energjia elektrike është shitur me një çmim prej 50
29.82 euro për megavator dhe në total nga kjo shitje janë arkëtuar 3.5 milion euro, ndërsa vetëm një ditë më parë Kesh finalizoi një tjetër procedurë për shitjen e energjisë me vlerë 1 milion euro. Korporata elektroenergjitike shqiptare vijon të monitorojë me kujdes situatën hidrike në Kaskand për të garantuar menaxhim të sigurt dhe efikas të burimeve ujore. Ndërsa përmbytjet nga reshjet më të rënda të shumë viteve kanë vënë në vështirësi njerëzit në shumë zona të vendit, Sali Berisha planifikon protest para kryeministrisë. Për këtë, ai ju la takim mbështetësve pas 2 javësh, kur edhe vetë të jetë shëruar nga gripi këtij janari, por në fakt, mbështetësit i mbledh Ervin Saliani në Korçë. Në foltoren e ish-deputetit, salla e Kinemas u mbush me më shumë demokratë se në foltoret e Berishës në bulevard. Pas shiut, në Shqipëri priten rënje e temperaturash, kurse ngrica në Partinë Demokratike sapo ka filluar. Në Tiranë, Berisha mblodhi kryesin, me zë të ngjirur e Golf të Zi, njoftoi protestën e parë për këtë vit. 24 janari është ditë protestë kombëtare. Mesazhi ynë për narkoshtetin është ik 1 minutë më parë. Minutat u bën orë, u bën ditë. Rënja e Ramës shtyhet me 2 javë. Protesta pa doktorin me grip s'ka kuptim. 24 bie pas vendimit gjykatës kushtetuese për padin e Ramës dhe mbledhjes Këshillit Mandateve për imunitetin e Ballukut, por doktorin e shqetëson vetëm një datë e afërt. 21 janari është vepër e Edi Ramës, e Burracakut dhe Frikacakut. Edi Ramës. Sali Berisha nuk merr pushtet me dhunë. Berisha thot se shtyrjen e protestës nuk e solli ai, e solli Rama, se po lë shqiptarët edhe paveshur në të ftohtë. Digjen 2000 biznese, po qindra mijëra shqiptar që visheshin nga ai treg, për të mos thënë gjysmë e shqiptarëve ose më shumë se gjysmë e shqiptarëve që visheshin nga ai treg, nuk kanë mundësi të vishen, nuk kanë mundësi të blejnë rroba. Por 2 javë i japin Berishës kohë të shpresoj se të rinjt më nuk do e refuzojnë. Mungoj Zoti Lataj, i cili të cilin unë e kam përgëzuar dhe e përgëzoj, për të tjerët, në qoftë se janë të vendosur ose duan të luftojnë të keqen Rama, vendi e kanë të hapur. Pastaj vendimet i marrin vetë. Në mbledhjen e kryesisë, i vetë përjashtuari Saliani mungoi. Ai shkoi në Korçën me dëbor për të mbajtur foltoren e parë për këtë vit. Në sallën plot, Salianit i munguan vetëm deputetët, por jo strukturat dhe të rinjt. Si që shifni nuk e pengon as Bora, as Akulli, as Ngrica, që Korça tjetë vulkan, që salla tjetë plot dhe që jashtë të kemi njerëz. Ju kërkoj ndjes që nuk e llogarita mirë dhe nuk kërkuam që takimin ta bënim pallat sportit ose në shesh, sepse sheshet në Korçë për herë janë përgjigjur, sepse sallat Korçë janë për herë më shumë se sa plot. Saliani tha se si Berisha dhe Rama janë të shqetësuar për takimet e tij me demokratët. Ftesat dhe vetë përjashtimet e doktorit ishe si paqartësi, por vetë është shumë i qartë. Leadershipi i Partisë Demokratike është i paqartë. Para dite kërkon bashkim, mbas dite ofron përjashtime. Para dite mbron drejtësinë, mbas dite sulmon me libër shtëpie spakun. Se dakord jam unë. Dakord jemi të gjithë ne dhe nuk ka shqiptar që nuk e di që Edi Rama i vjedh zgjedhjet. Po sheshet kush na i vjedh që ti kemi bosh. A kemi ndonjë përgjegjësi ne sot për këtë? As nuk kisha e as nuk kam plan të ndaloj për asnjë moment në takimet me demokratët. Për të vazhduar me demokratët rrugën pa kthim për ripërtëritjen e Partisë Demokratike, për ringritjen e Partisë Demokratike. Si Berisha, si Saliani, u munduan të merrnin vëmendjen e shqiptarëve me serinë e parë të telenovelës së tyre Blu në këtë vit të ri, por sërish si ditë e shtunë, Prajmin nuk e kap ndot. Atë e kap një demokrat tjetër, Ilir Vrenozi, në mbrëmjen e kësaj fundjave në Big Brother VIP, vetëm se Vrenozi në izolim nuk po merret as me Berishën e as me Salianin, me sa duket ka kuptuar se gara për të qenë i dyti nuk të bën fitues të çmimit të parë. Zjarri që shkrumboi kapanonet e ish tregu uzina Dinamo në zonën e 5 Majit mbrëmjen e së njëjtës në Tiranë u shkaktua nga një shkëndijë elektrike.
Policia thot se zjarri ishte aksidental dhe shkaktoi dëme të konsiderueshme materiale në mallrat që rreth 200 hektar kishin brenda. Tashmë do të jetë Prokuroria e Tiranës, e cila do të vijojë më tej hetimet për sqarimin e plot të shkakut. Zjarri masiv u përhap nga një dyqan të ndodhur në treg dhe u deshën vetëm pak minuta që të përfshinte sipërfaqe të tëra të magazinave. Në vendngjarje, përveç zjarfikësve të Tiranës, mbërritën edhe ato të Kamzës, Vorës dhe Elbasanit, të cilat ju deshën më shumë se 3 orë për vënien në kontroll të flagëve. Një 46 vjeçar turk është arrestuar pas zbulimit në Kamës të një magazine ku stampoheshin veshje të kontrabanduara me logo false. Në kërkim është pallur edhe një shtetas tjetër turk, 50 vjeçar, Mehmet Karçiga, por janë proceduar në gjendje të lirë edhe 3 punonjës të këtij subjekti. Në magazin kishte mallra që kishin shmangur detyrimin doganor dhe makineri për falsifikimin dhe stampimin e logove që vendoseshin në veshje dhe këpucë të ndryshme. Në ambientet e magazinës, policia sekuestroi veshje dhe makineri që përdoreshin për stampimin e tyre me ato të markave të njohura ndërkombëtare si dhe një celular. Një drejtoresh në Ministrinë e Brendshme është vënë në pranga për shkelje të masës sigurisë. Prej muajsh në konflikt me ish partnerin, Alma Bime ishte në arrest shtëpie pasi vuri zjarrin në shtëpinë e tij, por e theu këtë mas dhe doli për t'i djegur edhe makinën. Drejtoresha e Ministrisë së Brendshme Alma Bine është vënë në pranga pasi theu masën e sigurisë arrest në shtëpi të vendosur 2 javë më parë nga gjykata e Tiranës. Ndërsa ishte në këtë mas, për shkak të zjarrit që vuri në banesën e ish bashkëjetuesit të saj dhe për kërcënimin e një të huajë që i shërbente si punëtor në vilën e tyre, Bime nuk ndalet. Ajo ka thyer arrestin e shtëpisë dhe ka tentuar t'i djeg makinën ish partnerit, Mariglen Tomori. Në dhjetor të 2025-s, Alma Bime ishte ndaluar si e dyshuar për zjarrin në vilën e ish bashkëjetuesit në zonën e Kinostudios. Pas sherrit mes tyre për disa muajsh, në shtator policia e Tiranës arrestoi Mariglen Tomorin në ndyshimin se kishte ushtruar dhunë fizike ndaj Alma Bimes. Pas kallëzimit në polici, Bime kishte marrë urdhër mbrojtje nga gjykata. Pas debateve me ish partnerin dhe zjarrit që i vuri në shtëpi, Alma Bime ishte konfliktuar dhe me punonjësin, të cilin e ka akuzuar për bashkëpunim me ish bashkëjetuesin e saj, duke e kërcënuar se do t'i hiqte lejen e qëndrimit. Pas kësaj edhe Tomori ka bërë kallëzim në polici, i cili ka marrë dëshmitar dhe punëtorin e huaj për të provuar mesazhet kërcënuese ndaj tij. Një urdhër i ri i Ministrisë së Brendshme mundson marrjen e dokumenteve të reja të identitetit apo zëvendësimin e tyre në çdo qendër të kompanisë Identitek. Deri dje pasaportat e kartat e identitetit merreshin vetëm te zyrat e gjendjes civile ku qytetarët janë të regjistruar, por tani ato mund të merren kudo. Përjashtim bëjnë ata që për herë të fundit kanë aplikuar për ID apo pasaport para vitit 2012, të cilët mund të rinovojnë dokumentat biometrike vetëm në njësinë administrative ku ata banojnë. Rinovimi i dokumenteve të identifikimit do t'jetë tashmë më i thjeshtë. Sipas një udhëzimi të ri, kartat e identitetit dhe pasaportat biometrike mund të rinovohen në çdo zyrë Identitek në të gjithë vendin. Tashmë nuk do të jetë nevojshme që aplikimi të kryhet në zonën ku qytetari është i regjistruar në gjendje civile. Ky lehtësim vlen për të gjithë riaplikimet, si ato standarde ashtu dhe të përshpejtuara dhe synon të ulë kohën e pritjes dhe kostot e lëvizjes. Nga ky udhëzim, përjashtohen rastet ku pasaporta e fundit është aplikuar para vitit 2012. Për këto aplikime, procedura do të vijojë të kryhet vetëm në zyrat e përcaktuara sipas vendbanimit, në përputhje me rregullat ekzistuese. Sa i përket tërheqjes së dokumenteve, pasaportat biometrike merret pranë drejtorisë vendore të policisë në qarkun ku është kryer aplikimi, ndërsa karta e identitetit tërhiqet pranë zyrës së Identitek ku është bërë aplikimi. abcnews.al është adresa jonë zyrtare në internet ku ju mund të klikoni për të lexuar të gjitha lajmet në kohë reale dhe po në kohë reale na dëgjoni në frekuencën e radios ABC 105 FM. Faleminderit që na ndoqët bashkë, mirupafshim.